vazhdoj me lajme të tjera. Shqipëria nuk u çlirua as me 28 as me 29 nëntor. Studiusi gjerman i fundit iku ditën e Krishtlindjeve. Dita e çlirimit fijon të shkaktoj diskutime mes dy krave politik në vendin tonë, me të djathtët që thonë se vendi u çlirua me 28 nëntor dhe të majtët që festojnë çlirimin me 29 nëntor. Debate në lidhje me datën kur është çliruar Shqipëria vijon për dekadash tashmë, ndërsa dhe partitë politike janë të ndara midis 28 dhe 29 nëntorit. Historiani Ferit Duka shprehet se gjithçka është e qartë për historianët, duke sqaruar se si datë e çlirimit duhet njëhet 28 nëntori, ditë kur në Tiranë hyn udhëheqësit e kohës të mbajtën fjalimet respektive. Ai ka sqaruar se debati ka lindur më vonë, pasi Partia Komuniste ka ndruar datën me qëllim që figurës të Verogjës mos i bënte hije figura Ismail Qemalit. Ditë me simbolike dhe domethënie të jashtëzakonshme, referencë themelore historike që bashkon shqiptarët. Unë nuk jam i periudhës së luftës që të bëj diskutime kompetente për fundin e luftës. Debatat më duken në mënyrë të kotë. Kjo sepse ne nuk duhet diskutojmë se kur iku Gjermani i fundit apo ku në të vërtetë është çliruar vendi. Kto janë të qarta, me 28 nëntor u çliruar Shqipëria, Partia Komuniste dhe Hoxha hyn triumfalisht në Tiranë dhe mbajtën fjalime. Kjo për mua është e volosur, thot historiani. Më pas udhëheqja komuniste reflektoi që datë vetëm të kishte edhe lufta, Hoxha donte mos bëj pjesë e hije Ismail Qemalit ai. Për sa i përket kohës kur iku Gjermani i fundit, studiusi Arman Plaka, i ftuar në Euronews Albania, zbuloi kujtimet e një ushtari gjerman të njësitit të fundit që ka luftuar në vendin tonë, të botuara nga i biri pas vdekjes së tij, tregojnë se gjermanët e fundit janë larguar nga vendi jonë ditën e Krishtlindjeve. Ka një paragraf që ngre më e bukur është se nuk vërtitet as 28 as 29, por shtyhet gati një muaj më vonë në Krishtlindjen e vitit 1944. Djali është marrë vetë me botimet e kujtimeve të babait. Ai ka shkruar konkretisht që ndodhi pikërisht në natën e Krishtlindjeve, ku njësia e fundit gjermane kaloi Krishtlindjen në vitin 1944 ku filin shqiptar me malin e zi. Nuk bëhej fjalë për festimin kësaj here, pasi nuk kishim asnjë çatim mbi kokë, tregon studiusi mbi tregimin e ushtarit gjerman.